Njihuni me familjet që kanë më së shumti personazhe publike. Shkruar nga Edona Vlasaliu Bajoku. Të jesh personazh publik nuk është as pak e lehtë për një individ, e jo më për një familje të tërë. Sa ka përfitime pozitive po aq ka edhe negative, sepse gjithmonë je në vëzhgim të syrit të publikut, por edhe atij mediatik. Ju prezantojmë me disa familje që rëndësinë e të qenit publik e kanë ruajtur dhe vazhdojnë ra ruajnë me dinjitet. Familja Haradinaj. Një familje heronish që dhan shumë për vendin ton është familja Haradinaj. Ata nuk u kursyen asgjë për një Kosovë të lirë që tash po e gëzojmë. Vitet e pas luftës bën që jeta të vazhdoj duke kontribuar në politikë Ramushi e Dauti. Në ekrani televiziv familjen e tyre e përfaqësoi denjësisht Anita Haradinaj, kurse Lola gjithmonë u komentua si një grua me shumë ambicie dhe si një nën të jetë e kujdesshme. Familja Rugova. Familja Rugova shkroi historinë e vendit ton me kryefamiljarin e tyre presidentin Ibrahim Rugova. Sot, mbiemrin e tij po e trashëgojnë bashkëshortja, djemtë e tij, vajza dhe nuse që janë shumë aktive në sfera të ndryshme që gjithmonë i shërbejnë me dinjitet vendit. Familja e Shyhrete Behlulit. Një familje ku nëna është artiste s'ka si të mos vazhdoj ky rrugtim edhe tek fëmijët. Shyhretja dha shumë për industrinë muzikore shqiptare. Këtë rrugë po e ndjek edhe Angjelusha vajza e saj, ku shumicën e bashkëpunimeve i ka me nënën e saj, shkruan kosovarja. Në këtë familje lindi edhe një artiste grimi që aktualisht është një nga më të njohurat në vendin ton, Njomza. Familja Motrave Mustafa. Motrat Mustafa e nisën rrugëtimin e përbashkët duke përfaqësuar vetëm me mbiemrin e familjes. Sot edhe pse shumë projekte i sjellin të ndara, ata vazhdojnë të njihen si Motrat Mustafa. Familja e vëllezërve Mëziu. Vëllezërit Mëziu këtë rrugëtim e nisën të bashkuar dhe ashtu vazhduan. Ata janë një nga familjet me më së shumti artistë të cilët gjithmonë përmenden kur kujtohen vëllezërit e bashkuar. Familja Krasniqi. Një familje intelektualësh është edhe ajo Krasniqi, që me dinjitet e përfaqëson Milazim Krasniqi e pasues të tij janë Memli dhe Teuta Krasniqi. Familja Muqiqi. Familja Muqiqi është një prej familjeve më të njohura dhe më të dashura në skenën muzikore shqiptare. Vazhdon të mbetet simboli këngës, traditës dhe harmonisë familjare. Përveç artistëve në familje, ata kanë dhe një nuse dizajnere me shumë talent. Familja Fejzullahu. Një familje shumë e dashur për publikun është ajo e Sabri Fejzullahut. Ai rrugëtimin në muzikë nisi vetëm, por gjatë rrugës ju bashkua edhe Emali që sot është një nga artistët më të kërkuar. Në familjen e tyre edhe nusja Ermalit. Ariana komentohet gjithmonë si një influencere shumë e pëlqyer që gjithmonë bën për vete publikun. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.